pret publikun ullur në skenë, duket se është në mendime, derisa publiku ulet në karriget e atij që tashmë është amfiteatri i Teatrit Kombëtar të Kosovës në Pallatin e Rinisë dhe Sportit, Judith sikur është në mendime. Si bën përshtypje, nëse shikohet për pak qaste, në portretin e saj lexohet se s'është duke menduar ndonjë gjë të zakonshme, ose jo të paktën në mendjen e saj, e posa publiku zë vendin, merret vesh se çfarë mundon Judith. Në shfaqjen teatrore Judith Six, aktoria franceze Chloé Onine bart barrën kryesore të personazhit, që është bosht i shfaqjes. Nganjëherë personazhi portretizohet edhe nga kolegët e saj. Bëhet fjalë për një të re, e cila ka pikpyetje për çdo gjë që e rrethon, për sjelljet shoqërore, marrëdhëniet me individ e natyrën. Duket sikur i ka hyrë mendja se duhet të jesh njëri i keq për t'ja dalë në këtë botë, por ajo s'do të jetë e tillë. Om mens te kunnen zijn, moet je voor de helft niet mens zijn. Nog iets anders dan alleen Judith. Në shfaqjen me të cilën është hapur festivali ndërkombëtar Polip, që organizohet nga Qendra Multimedia, Judith vjen pak edhe si personazh biblik. Është ajo vajzë që shpëton popullin e saj, e në produksionin belg me gjuhë holandeze, për afro 2 orë shoshiten njerëzorja dhe agresiviteti për t'ja dalë. Për te personazheve konstante, shfaqja ka edhe narrator. Hyn te ato shfaqje ku për gati 2 orë të shëtitën qindra histori. Diçka sikur shfaqje të jeton e Zirajt, i cili udhëheq me Qendrën Multimedia. Rrëfimi i shkon përshtatje edhe temës së si vjetme të Polip, kujdo që i bëhet vonë, çka për çështjen e ambientit? Max, 100 mensen, van wie ik allemaal de naam ken en bessen plukken en vuur. Skenat e shfaqjes janë të punuara me kujdes dhe pavarësisht se teksti duhet lexuar me titra nga publiku në Prishtinë, të pranishmit e kanë zbërthyer lojën goxha mirë. Shfaqja e sonte me nga Holanda, do të trajton biografinë e një vajze të re, Judith, e cila do të thotë në një moshë të njom, do të thotë ndodhet përballë dilemave të mëdha, jo vetëm urbane, po ekologjike, dhe probleme tjera sociale, do të thotë që e shqetësojnë një tri, do të thotë një e re që në fillim shfaqjes na shfaqet më statike, si do të përballë një psikologe për cilës do të kërkon këshilla si në raport me natyrën, raport me natyrën e njerëzit, ekologjinë, për jashtë jetën urbane, por edhe në raport me prindrit, miqt. Në fillim e shohim do të thotë si personazh statik, e cila sfidohet do të thotë nga rrethi për rreth, edhe mandej do të thotë në kërkim më sipër përmes leximeve tenton që ta rigjej veten, që të jetë më dinamike, të jetë më në lëvizje. Shfaqja do të thotë ishte ndërtuar do të thotë përmes një dramaturgjie të hapur, një lloj teatrit postdramatik, ku historia një personi rrëfehet në veten e tretë. Dit zeg ik, uw koning, de Heer van de hele. Sipas Alban Beqirajt, interferencat me publikun në këtë lloj teatri janë më të shpeshta. De bossen van hun goden, brand hun steden. Shkruar nga Famke van der Steen dhe në regji të Christoph Ussem, me aktorët Sara Vertongen, Mona Mina Leon, Mathias van de Bryl dhe Chloé Onine, Judith Six nëpërmjet personazhit kryesor bashkon shumë të rinj në një rrëfim. Aso që kanë mira pyetje se si funksionojnë shoqëritë e sotme. Me krejt konfliktet e ndezura globalisht, të rinjt pyetjet sa vijnë e shtohen. Waarom? Aktoria Sara Vertongen ka sqaruar se shfaqja ndërtohet në 3 historia. Ka një histori reale të një të reje e cila konsulton psikologën dhe tenton disi ta shpëtoj botën. Ajo e dëmton veten duke munduar të bëjë diçka siç duhet. Më pas e gjen veten sikurse Judith e Biblës, që është një grua e fortë. Ajo më pas merr kontrollin dhe forcohet dhe për të vrarë dikë. Fosilet bëhen plastike vaj dhe pyetja që bëhet tërsa ato tashmë janë pjesë e jetës, si dhe mund t'u japim zë. Shfaqja është mjaft e komplikuar, ka një sens që mundohet të hap imagjinatën. Sonte kishim
kishim audiencë që s'merr vesh nga gjuha jonë dhe shfaqja ka shumë tekst, si ishte e lehtë për tu kuptuar. Wat ga ik nu sparen voor een huis als het er naar uitziet dat over 5 jaar toch een van die f***ing mafkezen van wereldleiders... Kurse Chloe Oninje ka thënë se fillimisht kur ka lexuar tekstin ka parë se është diçka jo e thjeshtë. Duhet lexuar shumë për të marrë vesh se çfarë po ngjan. Është një përgjegjësi e madhe pasi ashtu e ka parapar drama. Është një punë e plot për ta inskenuar këtë shfaqje. Është interesante se si audienca e merr këtë tekst. Nganjëherë audienca është më e qetë e nganjëherë shpërthen, por është interesante të shihet se si reflektojnë njerëzit përballë shfaqjes. Judith Bas. Në kuadër të Polipit jepet edhe shfaqja Order of the Day nga Holanda. Ky produksion shfaqet në burgun e Idealit në kryeqytet. Bëhet fjalë për një shfaqje që sipas organizatorëve të festivalit është ngushtësisht e lidhur me ngjarjet aktuale e krijuar brenda një dite të vetme. Kurse festivali mbyllet me zoj nga Graci e Austrisë. Sipas njoftimit të organizatorëve, në këtë musical bëhet një ndërthurje unike e poezisë së fantashkencës, muzikës elektronike dhe skenografisë gjithëpërfshirëse, duke krijuar një peizazh ku format e jetës njerëzore dhe jo njerëzore, teknologjia dhe natyra janë të ndërthurura në mënyrë të pandashme. Awkward. Ze hebben nog nooit geknuffeld, maar dat is niet erg. Ze is best mooi. Edicioni 16 i festivalit bashkon emra të njohur vendore ndërkombëtar dhe nëpërmjet artit shtron pyetje e ngre dilema për të ardhmen e ambientit. Pyetje të tilla ka shtruar edhe Judith Six nëpërmjet rrëfimit biblik, sikur ka treguar se agresiviteti njerëzor shpesh është i pranishëm midis qenieve që ndajnë të njëjtën hapësirë.